Realisht kohëve të fundit një diskutim të gjerë që bëhet vazhdimisht për çështjen e presidentës, në rast se të shkojmë në zgjedhje apo jo, një vendim i gjykatës kushtetuese, një mas, po them kështu, ndaj dekretit të presidentës Vjosa Osmani për të pezulluar pra përkohësisht vendimin e saj për shpërbërjen e kuvendit deri më 31 mars, kur deri pra deputetët nuk mund të realizojnë asnjë aktivitet tjetër sa i përket kuvendit dhe zhvillimeve të tjera. Çka do të ndodh apo si do të shkojë ky proces? A do të ketë ndoshta një dakordim për zgjedhje, për president apo do të shkojmë në zgjedhje? Do të mbetet të shihet se çka do të ndodhë tutje. Do të ftojmë edhe më tutje me të ftuarit tanë që i kemi sot në studio. Arlind Demir, mirëmëngjes dhe faleminderit që i këto. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Jeton Halimi, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi. Faleminderit start nasi. Po nisim pra konkretisht me këtë sepse s'na ka rënë me diskutu pak pezullimin e vendimit të Vjosa Osmanit pra për shpërbërjen e kuvendit. Jeton, po nisim me ty si e pe. Po kjo konë më se organizuar dhe orkestruar nga Lëvizja Vendosë që kanë ditë që kanë me ardhur prej atyneve që kanë dalë në opinion që më Vjosa Osmani tash u ditë botërisht noteria e Zotit Kurtit dhe i ka legjitimitu të gjitha ato sende që i ka shërbyer dhe mos i përsëritën të njëjta sende që i ka shërbyer, po më në fund e tha dhe vetë është dorëzuar dhe këtu ngëzon fakti që më në fund e ka vërtetuar edhe vetë zonja Osmani se Albin Kurti e ka shfrytzuar tamam në mënyrën më të mirë të mundshëm, s'po du me dhënë një term pejorativ se s'ma bon karakteri dhe njerëzimi, po më në fund e pa se Lëvizja Vendosë çdo njeri që e ka afër monot me djeg. Para se me folit tonë për deklarimet që dha Osmani, duhet dalën fillimisht si e pe vendimin e kushtetueses. Po vendimi kushtetues është prisë edhe në përsanca tjera, çdo gjykat mund me kërkue masën siguruese dhe besoj që deri në fund muajit duhet të vini epilog dhe mos të zgjatet më, se kanë din gjykata kushtetuese me zgjat më shumë, po Lëvizja Vendosë tash e luna të rolin nëse ju vinë gjykimet mirë në favor tyne e çojnë gjykatën kushtetuese qash lart dhe i dhojnë epitete shumë të mëdha. Po nëse nuk i përshtaten gjykimet edhe i ofendojnë, i thojnë janë me Serbinë, janë gjyqtarë të çfarë dush forma tjera, çfarë dush emri u qesin, edhe atë punë që bëjnë kolosale ata gjyqtarë profesionistë ato që janë, edhe besoj që unë mendoj që zgjedhja shpërbërja e kuvendit u kon legjitime dhe kushtetuese se e thëtë nenit 86, paragrafi 2, do të mos zgjedh president apo president e Kosovës një muaj ditë para se mi skadu mandati. Deri jo me 4 mars, po me 5 mars, ora 24, nëse nuk ka pas president apo presidente të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës me procedura mos i përsërit ato fazat të njëjta ashtu siç bën art, do të shkoj shteti në zgjedhje të parakohshme dhe të shpërndon parlamenti. Çështja tjetër, a konsumo ato t'ja lojna gjykatës se po ka lloj-lloj interpretime dhe nuk du as vetëm me që ndonjë pozitë palakmush me thonë që ky ja futi kët, është gjykata, vendimi i gjykatës të pavarur sovran, jo që po tuta me fol ose s'ja qelloj. Po e di se do të vendos në favor të një gjykim meritor. Jo thashë të thëme, ka secili po interpreton atë formën e vet, po jashtu s'do vetëm që thot ligji kushtetuta. Dhe shpërbërja e kuvendit është bën konform kushtetutës dhe ligjit të Kosovës dhe procedura tjetër t'ja lojmë gjykatës dhe çfarë vendimi do të vjen meritor dhe çështje tjera dhe nuk duhet sikur njerëzit e Lëvizjes Vendosë është për turp me thonë njerëzit tanë, miqët tanë, Bashkimi Evropian shkojnë të bëjnë një lloj shtypje gjykatës kushtetuese është e pandashme, ata miqët tanë na përkrajnë neve në çdo aspekt dhe të përdorët deri në atë pikë thonë mi sulmu edhe me qëtanë, kjo është masë poshtërsi dhe idiotizm nga njerëz të Lëvizjes Vendosë që përdoren çdo mjet juridik apo çdo formë opinioni publik, kinse edhe gjykata kushtetuese mund me ron lehtiti. Jo, asnjë gjykat nuk bën me ron lehtiti në qoftë mediatik apo çfarë dush forme, atë të pavarur e kryen punën e vet dhe nuk do bie dhe fal këtyne njerëzve siç janë Lëvizja Vendosë. Gjykatat janë shumë të forta se nuk duhet t'ju ketë ndonjë lloj shtypje nga jashtë apo ofendimi siç kanë ditë me bë, edhe për institucione tjera, siç e kanë edhe kryeprokuror zoti Jusufa që kanë ofenduar edhe që s'kan mujt kur gjë një njerëz suksesshëm, sidoqoftë këta, orta me përmbyll me mua për çështjen e gjykatës, unë mendoj që Lëvizja Vendosë është në presion se
e ka ditë që nëse nuk e ka presidentin, i del pidorë shumë sen. Dhe tash, kur shkon shtetin në zgjedhje dhe ka me shku, unë besoj shumë, besoj Lëvizja Vendose ka me dobësue dhe kuptohet nëse kthehet zonja Osmani në LDK, që edha zoti Abdigjiku dje profesor universitar teatrat e Kelmen dhe tha, për çdo kënd është e hapën LDK-ja dhe besoj që është e mirë, që besoj që kthehet. Ka dalë profesor universitar, doktor, magjistër, sekretar shteti, doktor, profesor komandant, universitar. po leç me tinë se kur gjëse. Ja, valla për mua është, unë një farformë është doktor Shet, kolega është ekonomist, unë jam jurist, po një besoj pa marrë parasysh, Alo Miri, Ash Bedri Hamza, kur ka thirrje akademike është i zotit, do të m'ja dhonë hakën burr. Jo, kena dhonë valla bëll. Si do qoftë tash, unë jam parimor, bazash nosha e këshyrin njerën. Alind, vendimin e kushtetuesës, si e pe ti, pra ishte legjitim apo jo legjitim, sepse ka pasur deklarimet shumëta që janë bërë lidhur me këtë mos përkohshme? Mos sa përkohshme zakonisht vendoset për mos mu thellu ma shumë domi që më një shkaktu shtetit, por deri me 31 marsën me që kohë shumë e gjatë me bloku venin për një muj ditë, edhe me lënë pa dy institucionet edhe të presidentit edhe të kuvendit, kështu që ajo është mos, përmenej mos është procedurë e cila duhet më marë, mirë po që mendoj që është shumë gjatë një muj ditë të e pa situatën në cilën jemi një muj ditë, me caktu mos, mos me konë gjendje në gjykatë kushtetuese, me trajtu me prioritet më të lartë, edhe të përshpejtum për mu është e çuditshme çka bujnë ata njerëz aty. Po thu që është e të zgjatur kjo, mos nuk është e dur. Nuk është dash me zgjat një muj ditë, se ka vetëm dekretin e presidentes me trajtu. Sepse pjesa tjetër që ka ndërguar se Lëvizja Vendose sa do të me nejtë deputet solla jo, ato nuk besoj që e trajton fare, për arsye që nuk është konsumuar aty, nuk ka pas vendim, nuk është nxjerrë një vendim për me ataku në gjykatën kushtetuese. Kështu që po mendoj që është shumë gjatë për një dekret me 3 rreshta me marrë një muj ditë një gjykatë kushtetuese është të çuditshme përmes di çfarë bujnë ata njerëz aty një muj ditë. Po, Arlind, pasë më falë, unë mendoj që gjykata kushtetuese për momenti kur është landa, në gjykatë kushtetuese masën siguruese e ka lëshun në fat rekord. Se mbrenda për momenti kur shkon landa në gjykatë kushtetuese dhe shpërndat tek gjyqtarë, kuptohet në për administrat dhe saktot tek gjyqtarët, ka marrë afat rekord mbrenda 4 tetore ka lëshue një masë siguruese që është në bazë ligjit dhe Qa që është afati? Bazë kushtetutës. Dhe për atë dhe vendimet është një formë e çdo gjykatave, edhe themelore çdo kohë mbrenda një muaje me prunë një aktgjykim meritus, se ju vin me konstatue nuk është lehtë, ti ajo është fakt që po të 4 rreshta është ajo. Po do të më shpletu shumë ligje aty për me ditë me aqillu se aty nuk qitë në shkimi shajt. Aty ajo folë si gjykatë e shtetit, s'foli individualisht aty. Dhe aty ka shumë çështje që përmjek të gjitha këto opinionet, qoftë mijat, qoftë kolegët mi juristirë që jo po thoj mundet kështu, dhe që ata një muj ditë është tamam për me prunë një aktgjykim meritor për këtë çështje. Jo, që gjykata kushtetuese s'ka nevojë ligjet, se gjykata kushtetuese vetë që interpreton kushtetutin. I ka dënin aty. Po dënin, po çato do të më lexo dhe do të më analizo veç jo. Ka një se s'ka atë material me lexu një ditë. Nuk është lehtë. Po lehtë fare punë. Jo, lehtë është sa duhet. Problemi është që ne kena po edhe aktgjykimin e kaluam kur e kanë nxjerrë gjykata kushtetuese, nxjerrë mas zgjedhjeve dhe tregoj që edhe shpërndarja e kuvendit edhe konstituimi i kuvendit ka qenë antikushtetuese. Edhe ju dashtën 3-4 muj ditë, heshtën aty si struci, nuk nishin qenë gjallë, edhe ndërkohë mas zgjedhjeve dolën e thanë, jo ka qenë krejt antikushtetuese. Pa zgjedhja era Atinas Simiqit Era Shiqit. U dita botërisht e me thonë këto të ata në emisiona. Po ata du të me thonë, na s'mujna me thonë për gjykatë kushtetuese. Për që ata zgutën dhe mund me pru dhe ka me pru një vendim meritor që na nuk bën me bë presion as gjykatës kushtetuese, ato janë të pavarura dhe do të me veprue, do të më javlon kohën dhe kur të bin ata vendimin, bëhet shpalla publike aktgjykimit edhe secili tani e din çka ka fol, pse ka fol dhe për herave tjera nuk do të mja fut këtë nëse ata se kanë qëllue. Po, dhe pikrisht kjo para se me kalu, Arlind, vetë kërkesën e Osmanit, apo dekretin e Osmanit për me shpërbëku vendin, e shezit duhur?
Ka qenë legjitim? Unë mendoj që po. Mendoj që ka qenë edhe pse fjallën e fundit sigurisht që do ta jep gjykata kushtetuese, po unë mendoj që ka qenë legjitim sepse afati i fundit ka qenë data 5 mars kur është dashur mund zgjedh presidenti. E kemi po që nuk kanë arrit me zgjedh presidentin, kanë bu hajgare me këtë farë pune lëvizjeve të vendosje dhe kanë thirrë një seancë 2 orë para se me kalu këtë afatet e mëndshme, kështu që dekreti president mendoj që ka qenë i drejt, i duhur dhe i nevojshëm për me çu vendin zgjedhje, edhe njëherë me dalë mi u kthy sovranit që thotë avokati e thënë, kështu që me shku edhe njëherë ligjshmëria tek sovrani. Po, dhe po shkojmë drejt zgjedhjeve realisht me këto që po shkojmë deri tash, apo mund të ketë ndoshta edhe një dakordim për president? Nuk besoj që do të ketë dakordim për president, sepse tashmë janë qarta gjitha qëndrimet e gjitha subjekteve politike, përfshi këto të atyre opozitare, cilët kanë dhënë opsionet e tyre nëse zoti Kurti ka gatishmëri me dalë për kësaj farë krize, mirë për na po e shohim që nuk ka gatishmëri, vetë fakti që nëpër studio televizive po qet do paqavra televizë ato që lidhje nuk kanë as me kushtetut e as me ligjshmëri, po tregon që këta janë të dashur vetëm ju hi syve popullit me dalë me bë propagandë, mirë po realisht nuk po kanë mundësi, nuk po dinë qysh me paketu këtë punën e Vjosa Osmanit, edhe që atë ju kanë ngec Karkaleci, nuk jo ecë matutje, edhe po besoj që po dalin shumë qesharak në ato arsëtimet që po mundohen me dhonë eksponent televizjeve dhe vendosje. Po, jetona mendon edhe ti pra që si Arlindi tu që vetëvendosja po e bën me qëllim pra këtë nuk po din si me trajtu çështjen e. Po, edhe thash më herët, edhe Arlindi kolegë, atë thjesht e vazhdoj. Lëvizja vendosje tash nuk po din çish me kamuflue këtë dështimin dhe refuzimin e zonës osmane se e ka djeg zonën osmane politikisht dhe tash unë mendoj që nuk ka formë tjetër Vjosa Osmani. Ja do të kthehet në LDK, ja do të hap parti tjetër. Po opsioni i parë është besoj më i mirë, sidoqoftë, unë mendoj tash lëvizja vendosje e pret gjykimin deri në fund të muajit dhe besoj që unë mendoj përsëris apetar se vendosja po thojë jeton që e ka djeg Vjosën politikisht. Patjetër, e ka djeg me temel. Po unë një njeri qof shoqëri, qof dokon është parim nëse të ka shërbyje dikush bili edhe sipas Vjosa Osmani thomën i ka premtuar zoti Kurti që do të jap edhe një mandat. Pse janë prish udhës? Besoj që këto vizitat e zonës Osmani në Amerikë, qof me atë bordin e paqes, qof në shtëpinë e bardhë dhe këtë ka irrituar zotin Kurti se dim shumë mirë për 4 vjet Albin Kurti sa ka qenë në qeverisjen e kaluar nuk ka mujt me shkel në shtëpinë e bardhë dhe zoni Osmani arriti gjithë ato e ka tejkaluar Albin Kurti me shumë sene dhe besoj kjo Albin Kurtit mendoj unë i ka dalë pidorës dhe besoj që nuk ka mujt me majt s'ka pas në kontroll me majt dhe besoj që kjo kon arsyeja kryesore dhe siç po flitë dhe siç po ka informacione kinë se ka pas afërsi me zotin Edi Rama e lloj çande tjera, po unë mendoj që Albin Kurti këtë rast ka gabue, se në momentin ka gabu rënd për mos emrimin e zonës Osmani edhe një mandat tjetër, se e kish bërë një sen shumë mirë. Edhe ja kish lojnë sikur vitin e kaluar opozitës që nuk ja votojshin kryetarën e kuvendit zonin Haxhiu dhe të tjerët dhe i shtytën deri në 10 orë. Dhe këthy mërgata dhe jo rastisht e ka Albin Kurti këtë përqindje se janë gjithë mërgjimtarët tonë, një aset jo një shuar, po sidoqoftë tash edhe ata ka arrit mi mashtru, mi qitë para këtë krym, me atë farë populizm në vetë, sido që tjetë, e ka votu në regullimi. Dhe ta zoni Osmani, nëse bën hapin e duar, kërkon falje, LDK-s dhe simpatizanë dhe kryesisë e LDK-s dhe këthen LDK, besoj se Albin Kurti do të gjinizohet dhe kuptohet edhe opozita e bashkuar dhe në momentin që ka gabime gjatë qeverisës Albin Kurtit, besoj duhet me dalë me protestu e përsëris prap, jo me ndajt në zyra, jo me ndajt veç në për emisione, po duhet me dalë edhe në teren për ka mjaft tema si shështretimi energjisë elektrike,
o zvëglimi i shportit qytetarit dhe tash karburantet që jënë bo edhe lufta me Iranin atje, besoj që ka me pas mjaft punë për opozitën me domle pretestu një pasore. Jo si që ka pretestu Albin Kurti që ka kollë Kuvendin, kryeqendrën e Kosovës dhe shumë sa në tjera me gallë të qëzë. Po, Arlind, a mendon për një rikthim të Osmanit në LDK? A do të ishte i duhur? Pa dy zgjedhje në fakt i ka Vjosa Osmani, ose të kthehet në LDK, ose të formoj një listë, po i shka jeta të shkretës të formu lista, e të formu parti, edhe s'pirrin as njerëz mo, se zakonisht ata për i shkrihen në për subjekte tjera. Po joshja, interesi... Si shka ndodhë me listë e nguzë, edhe për shembull Donika Shvarc, bile një që u konjona ndër kryesorët që ka qenë kundër kandidimit Vjosa Osmanit të për edhe një mandat për presidente. Peci, zoti Peci, na ka mbet, tash s'po dihet Peci apo shkon apo jet Albinit a Vjosa Osmanit. Po më varë tash për kalkulime politike që shiboj. Çfarë merr jetën? Çfarë merr menja? Me kanë jetë Peci, me Vjosën a me Vallai, ai është Mitrovic Ali, besoj ai shkon ka gjën më mirë. Besoj që ai 4 veti ka të sigurta. Do me thonë Albini për mori ka Pecin tash. Pa tjetër shkrihet, ata ketë... Besoj që s'ka mënyrë tjetër. Haxhi Avdyli ka dhënë dorësi. Haxhi Avdyli, po, ai mjeku. U ka befasu. Jo, u dit ai për krasi Vjosa Osmanit, u dit. Ai çdo intervistë Vjosa. Ju këta e kom për kras krejt, bile Pecin një intervistë... Ka diko që e përkra i nderum, Alin, falë që më ndërprej. Ka diko që e përkra vesh me dorë, ka diko që e përkra ka me krye. Haxhi Avdyli e ka përka ka me kry, u pashi qare dhe halali koft, edhe ashtu duhet e vepru, edhe Peci, edhe zonja Shfarc, edhe gjithë njerëz të guxo. Po interesi ju ka rreziku se fundi mujit tani llogarinë e kishin pas shpras, kështu që ka thënë, ma mirë me Albinin e kom llogarinë një mishin mujt, edhe të sigurt me çfarë patika po vinë. Me çfarë patika po vinë deputet. Valloj se di si ja kum këshirvesh, interesona këshire herën tjetër. Ja, njonës ja kisha këshirë. Se di kom harrue. Nëse rikthehet Osmani Arlind në LDK, a mund të ketë kjo, sepse e dim që elektorati i LDK-s vazhdimisht është diskutuar, pra që e pranën ose jo Osmanin sërish, sepse ka qenë elektorati vetëvendosës që ka mirëpritur Osmanin të jetë sërish me Albinin. A mund të dikoj kjo në rezultatin zgjedhon rast se shkohet në zgjedhje pastaj? Po, mendoj që po, sepse na jam dëshmitar që pas largimit Vjosa Osmanit LDK ja ka rënë në 12%. Çaj elektorat ju ka shkput LDK-s dhe ka shku me Vjosa Osmanin. Mendoj që një pjesë e madhe e tyre do të rikthehen bashkë me ta, sepse na pa e shohëm edhe në për komente, sidomos në ditën kur vetëvendosja ka kandidu Glau Konjufsin si kandidat për president. Kanë pas në qatë postim të lëvizjeve të vendosje, ka pas sulme të atashme kundrejt lëvizjes për këtë veprim, sepse ata, shumica elektoratit, i kanë shumë mbrapa Vjosa Osmanit. Na e dim që edhe diaspora, një pjesë e madhe tyne, janë ish-LDK-ista, janë kondërgovista. Edhe momentin kër është shkut Vjosa, ata kanë shku masojna, përqë ata një pjesë e diasporës sët e përkrajnë Vjosa Osmanin, edhe janë dëshprum thellësisht me Albin Kurtin. To janë që përshien bazë për... Ja, gabimi fatal. LDK-ja, nëse e këthem, njëri hipotetik po folë, është çështje... Amo LDK-ja nëse ka parime nuk do të me këthy. Nëse e këthem ta qëre, nëse që çdo njeri mund me gabue, çdo njeri... Po përsojna gjithë gabim mas gabime. Po tash qëre njeri... Nëse ja ka ngull LDK-s djerë, pëse s'ja ngull edhe herën e tretë? XY një vepër penale dhe kërkon falje, e merë edhe gjikata si rrethon lehtësues Po, edhe Elshan. Me prend fajsi. Ja, me lëshojë, po vend me denu, po e merr një të katërt edhe gjikon shumë ma lehtë. Po, si të krynë që ato çaja pet me bu një vepër penale? Ja, tamam, tanë jenë masa tjera. Së është e dyta herë Vjosës. Masa dënimit, qëre, ka, kur bëhet matja dënimit, ka rrethana lehtësuese dhe rënduese. Kur bëhet matja dënimit. Zakonisht, kënë gjikata Kosovës e marrin një të katërt, e kom thonë sarë. Edhe kur plus për herë të parë, kur balla paqot me ligje pendimet e ka të farforma. Po kjo herën e dy, kjo është ma shumë çështje politike. Po LDK-ja ka Vjosa Osmani është shumë shkurt e ka me një ndërhyre. Vjosa, masi po folë me terma juridik. Vjosa Osmani është recidiviste e nguljes. 2 herë ja ka ngullë LDK-s Vjosa Osmani. Pse nuk ja ngullë edhe herën e tretë? Nuk ma mërmenes, e ka po vetëmin shtrat, që e ka po mirë hipotetiko të vetëm të Albin Kurti, që e ka po një farë shtrati se qështja e
pozitës që ka, është një shtrat i mirë që i pari shtetit. I pari shtetit, edhe i ka pas me benefitin ato. Si do qoftë, unë e mendoj që tash, nëse LDK-ja... Prindoni si lëpavë. Nëse LDK-ja e këthen Vjosa Osmani dhe besoj që mundet me këthy, po do të me bodhe një pun tjetër. Edhe ish aktivista që kanë largue LDK-s, do t'i kthej të gjithë, sidomos Komunë Prishtinës, të pak naqërit, Përfshi dhe jetonin. Jetonin s'ka një vrez partijake. E merë, mëre? Po mbarë tash oferta ka. Mbarë tash. A pas ka oferta jetën, Po se di. Apo jetoni dhe asamblisti bashkë nuk bujnë. Ja jetoni, ja asamblisti. Jo, unë me kërkon s'kom penges. Me kërkon, as atë ma të vogël, kur gjë. Unë jam i drejt për drejt musmandin. Unë nesër me arë më folë, që to i folë, apet oke në regull dhe mëne. Unë s'kom sen asë më hipoteka, po pa tjetër këtu shkojnë si pako. Edhe Vjosa, për edhe njerës, e po shumë mirë që tha kush do më këthyje, Lumiri profesorit të Adart Kelmet për profesorit Sapet, kështu që do të... Po ma qënë mollin e Albin Kurtit, tja bëjki sa Mustafës, profesor. Po profesor Mare është o burë, profesor Kaligjeru. Për herë, por po të një të i thonë profesor. Profesor është i ekonomi, doktor shkencë të A po në dhe herën e kalume? Edhe unë e di që sa vit është a mi e PhD edhe Kaligjeru në universitete, edhe në AB, edhe në për kolegje tjera. Se profesor vetë sëtë në po të një të i thonë Lumirit. Kur si ke thonë profesor Lumiri? Po sekretarë se profesor, një onën e kodë, të dhjat. Kretarë vazhdaja, më s'kanë në rrë. Po mund edhe kretarë, se po mund edhe që më foli me Albin Kurti, më si përse. Ja, ma s'kom qef, unë e kom emnë një të analimi, kom shënimit e mija zërtari, gjitha i kom, mos më krasë. Pa i dheke që shtej sa Mustafës profesor, kërë pa të bu... Po profesor edhe sa Mustafa është, o vla, të së një mohën, dikujna qës është. është e kota e, vesh lodhës, qa është, qastës është, asën ta ik, asën ta qëtë. Kur mën, kur s'mën, kur s'mën, prit kur mën. Ja, ajo është qështja jote, qështja interpretën të amo, njerëzës bëmë i qaj, ka njeri, ka kryu shkollë, ka bot, ka punu për atë ditë. Respekt. Respekt për gjithë kolegë. Para se me përmbyllë shufare në fund, do aty pyes edhe pak për një çështje. Po flasim pra për marrëdhëniet e Osmanit me ndërkombëtarët, që kohë fund është diskutuar goxha shumë, madje ka qenë edhe kuptimi që pse Osmani një plus mund të them kështu në karrierën e saj politike, se duhet të jetë sërish për një mandat presidente. Si qëndron Kosova në relacion me ndërkombëtarët, pastaj ka pasur deklarime mendim pak më herët edhe jetoni deklarimet të fundit që vijnë për ambasadorët. Alend, po nisim me ty dhe pastaj dua një mendim nga jetoni. Po është e vërtet që kohët e fundit është po presidenti që është afru shumë me ndërkombëtar, edhe këto e thanë në një intervistë të turpit të Vjosa Osmanit dhëmë për gazetarin Qimpeka të Shqipërisë, kështu që edhe aje e deklarej që njona ndër arsyet pse Albin Kurti dhe ka thonë edhe personalisht ai nuk e dën një presidente e cila merret me politikë të jashtme. Pra, aje dhe një presidente pateric, si që kemi thonë çdo herë, edhe këtu në studio dhe në çdo studio tjetër, si kur që ka qenë Vjosa Osmani, e cila e pranoj, edhe vetë që ka qenë vetëm një pateric, kur Albin Kurti ka morë në thut dikon, Vjosa Osmani ju është fut në rëkra, edhe ka ndimu ecjen e tina, apo këtë farë qeverisjen kriminale që ka pos për goti 5 vjetë. Kështu që për me është e tërpshme me pas një presidentit të tillë, mu në fakt po m'vjen mirë kur pisha se është ditë që këta kanë me hangër kokën në njëri tjetrit, sepse këto martesat pa dashuri që buen janë destinuar për me përfundu sikur që po përfundon Vjosa Osmani me Albin Kurtin, po çka mbetet të Vjosa Osmanit është me kërku falje që nuk ka fol asnjë fjalë për si që tha ajo shkelin e kushtetutës 20 herë nga qeveria Albin Kurtit, mi kërku falje gjithë gazetarëve cilët i ka linçu publikisht. Krye prokurorit do të Suva që se ka dekretu, i ka kërcnu, veç ka damë lemrit. Leme Blerimi Suva se mirë është atje. Jo, i ka njërin hak, i ka njërin hak se ka dekretu. Tani dekretojnë ana. Pastaj sepse nuk kemi as minuta në dispozicion. Mi u kërku falje media, cilët i ka qujtë si bashkëpunëtor të Radojqiqit, mi u kërku falje gazetarve, cilët burri soj, bandit, prindoni, i ka qujtë si ndërmarit për bashkëta kriminale. Në më thonë, ka një sëri
me 4 Vjosa Osmani për Misaru. Pa dita e zjedhe me lujt viktimen, edhe ndër të tjera me pranu edhe që ka qenë pateric për 5 vjetë Albin Kurtit. Imaginajni një presidente në një intervjist të Turpit që ma mirë kishtë qenë mësmetar fare në intervjist t'il, u tërpënu bëtëresht. Në me thonë, na krejt e kuptum qka ka bo Vjosa Osmani. Bile në një moment thët, një presidente që e i ka rujt si kur sytë e balit për 5 vjetë e gjysë. Në me thonë, ajo konë atë për mirujt si sytë e balit, krejt pështërsit, krejt dëllaveret, krejt hajnit që i ka bo levizja vetë vendosje për 5 vjetë me qeverinë e Kosovës. Po jetë në orna. Jetojnë. Arta për dhe që misionin. E Arta. Bashku dhe që. Oke, se desha. E mërmëndër. Oke. Jetojnë, një mendim edhe prej ti. Pra, kjo relacioni i Vjosës me ndërkombëtarët. Si u përshit, pastaj që ndërrit edhe intervista e fundit, pra që ishte kjo diskutimi që i dha kulm kështu edhe deklarimeve të fundit. Artë ndërru më në thash pak më herët që do që tha Arlindi. Besoj që Kurtit i ka pengua jo, shkumja e zonës Osmani për i përsëris prap, në shtëpinë e bardhe që ka bot të gjitha televizje në të mirë të Kosovës dhe normal që ju ka faturua sajna. Edhe Vjosa Osmani që përmene me kërku falje, nëse është tamam një burnesh, tamam një juriste që jamon vetit, duhet të kërkoj falje për pës gazetarëve, duhet të kërkoj falje edhe kryeprokuror Vleri Misuvaj pse se ka thjesht se ka as dekretue, vetëm e vete pse ka thonë Albin Kurti, dhe kjo e kish bërë të ndershme edhe zoni Osmani, se çdo kërkim falje e ka dhe unë medaljes edhe pozitive, unë mendoj që edhe qysh ka thonë publikisht që ja kom caktue këtë datë Zotit Albin Kurti dhe shumë sa në tjera që veç e dha Amini që unë fli çdo studio edhe këto të tearë dhe çdo kënd tjetër edhe për Zotin Isufaj e ka pas urdhën prej Albin Kurti dhe lëvizje vendose për mos me bëhe kryeprokuror shtetit, që unë mendoj që si Zoti Bleri Isufaj nuk ka asnjë prokuror në Republikën e Kosovës më suksesshëm, më të mirë kombëtarisht, ushtari ushqimtarë të Kosovës në koshare, njëri shumë profesional, çata kundër kandidat që ka pas. Të folin përgjithësi penale, njerëzore, profesionale, mungu muë, edhe qysh i njone, të foli me shumë sinceritet, pa inate, pa kur gjo, ata nuk e meritojnë as bashkëpunëtor profesional me punu. Të jam shumë i sinqert, se kam as familjar, po kom punu me Zotin Isufaj dhe di çfarë profesionalizmi është dhe çfarë ata akuza bën dhe çfarë punë ka bërë kolosale. Njerëzit që folin dhe ja bojnë argatin dhe OJQ që marrin benefite prej ministrisë ish kryetarës komendës, ish ministrës Haxhiu, që majnë ushtrime 15 për përvojën të jurisprudencës, ju marrin ka 250 studentave, ja kanë bërë argatin atëherë për me njollu Zotin Isufaj, nuk kanë mujt, se Zoti Bleri Isufaj është brillant dhe nuk ka asnjë më të vogël në hipotekë. Veç pak dhe ky dëm që ja ka bërë zonja Osmanit, edhe prokurori i shtetit, edhe Zoti Isufaj, besoj që kjo u dal në pa dhe e ripërsëris prap do t'i kërkoj falje edhe Bleri Isufajt, zonja Osmani, dhe me thonë falë që kom gabu, kom pas urdhën dhe s'kom pas qare pas batu. Si më konë normal, si që është dhe. Jo, s'është, ajo është e ronë, bo, është kërkim falja. E përsëris prap, nuk do me thonë që e kuptojnë edhe urdhat zbatohen, nuk zbatohen, po besoj që kjo është e qartë dhe më në fund, zonja Osmani e ka kuptuar se Albin Kurti nuk është dasht më bashku me to, po interesa dhe momente saktum, po ja ka kthye shumë mirë dhe ka gjunjëzue dhe kjo shumë është e qartë, po mendoj që kësi njerëz më nuk duhet me jo imponu njerëzve. Edhe njeri individualist, se len një politikanë, një profesore që shokon, se me sa e di ka ligjeron në Universitetin e Prishtinës, e tha dhe profesori Hasani, tha, ka ligjeroj x, ta ja ku ndonë të avullat e mija, tha që kam punu. Si do qoftë, unë e mendoj që këtë dëm që ka shkoktu zonja Osmani, që i përsërit ato, nuk do t'i përsërit një president apo presidenti tjetër që do vije në krye shtetit të Republikës së Kosovës dhe shpresoj me zgjedhjen e qeverisë orta, do të formon grupet punuese të fushës të bën amandamentet të rregullon për zgjedhjen e presidentit nga populli. Edhe lehtësi është edhe për politikën, edhe për popullin. Edhe një borë Jo, ky presidenti që do të zgjedhet. Po mbasi që të zgjedhet ky president duhet formon grupe të gjitha partitë politike. Presidentin nga populli. Po, për mandatin tjetër.
mandat A tjetër. mendon që Alind falen të fund, kështu ta mendon ti që kjo do të ishte një zgjedhje e duhur? Jo, nuk mendoj që është zgjedhje e duhur, edhe pa dhe s'monët më bo. Për arsye që duhen 3-4 edhe duhet edhe minoritetet serbe, edhe Esara edhe Lumir Abdigjiku edhe në kuvend se pse nuk është procedu ato amandamente për shkak kërkesave të minoritetit serb ose ma mirë liste serbe për me pos edhe një zëvendës president me ashtu atë me koni komunitetit serb. Kështu që kjo s'ka më bo kërë shumë mira që shto veç do të mu stabilizu. Jo, është markes, Alind. Jo, është markes se pedojnë kolaqi, po dëmtot sovrani, po dëmtot edhe po gjyti Kosovës, po shkom zgjidhe, se të shkom presidenti me zgjidh nga populli, së si shumë këtë citata, të folëm në realitet, a? Ja, me se shumë mira, veç do të mu stabilizu. Edhe unë besoj, këta këtë lojnë që e kanë bo minutat e fundit, ajo konë kalkulet me populizëm, për me ja gjujt fajnë opozitës, për ja pra, që shtojnë rrët rezoti stup, fatura, për shkumë në zgjidhe, fatura për shkumë në zgjidhe artë nderume, i faturohet Albin Kurti, Lëvizje Vendose, opozita është fitimtare. Që shdi me menagju të... Po që ka me dollë, se i kështu fare në fund tjetën, që ka me dollë opozita ma mirë me rezultatën? Pa tjetër. Kjo i faturohet Albin Kurti, Lëvizje Vendosje. Po që shdi me menagjue, që PDK, që VLDK edhe AKja, o që shdi tyne në asumë përzimi. Që ka me menagju e tënë? Jo, po do të me dit me menagju fushatën. Okej. Thjesht me menagju situatën. A vjen opozita në rrasë shkonë zgjedhje? Qëre se nga kanë thonë e keni rrit Albin Kurtin të e shonë për studion konventus, mës me sho mo Lëvizje me vendosje. Jo, në sho asë njeri. Jo, të veç i ke livdu. E kom kritiku, po jo, me sho. Kështu që varet krejt prej opozitës që shdin me përqunë mesazhin tek qytetarët, aktualisht përshijet që janë pak në gjumë, sepse këto përqimi mesazhet nuk bëhen në për studio televizive, po du të me dalë më taku me njerëz, më kalëzu njerëzve që shka orë puna dhe i këto, edhe orej me dit me menagju mirë, edhe me pas një proces zgjedhjeve pa qarizat për zrenit atje që vjedhin vota. Shpresojmë që të kemi realisht në rast të shkohet në zgjedhje një proces tjetër. Zgjedhjet të pashmashme artë, zgjedhjet të pashmashme, do mi u bo, zgjedhjet të pashmashme. Edhe ekskluzive, një lajmë ekskluziv jetën, zgjedhjet kanë më mojtë në për burgje, për arsye që këtë komisionerët janë burgje, edhe atë këna mi organizu. Gjysa janë shumë e procedurën e regullt. Këtë e kinja 7 atë që po më parë bërgrim, edhe ata nëse që ju kanë dërpe parë bërgimi. Vese me ka që po e përfundojmë, falenderoj shumë Alind dhe tënë që ishit këtu sot. Kënaqësi, Arta, faleminderit.